Mjeku jep urdhër. Kurrë mos hani banane me stomakun bosh. Na ndodh shpesh kur dalim pa ngrënë nga shtëpia në mëngjes të marrim një banane si një zgjidhje për të mos ikur me stomakun bosh. Mirëpo sipas nutricionistëve, banania është një nga ushqimet më të këqija për të konsumuar në vaktin e mëngjesit. Edhe pse janë të pasur me kalium, fibra dhe magnez, bananet nuk janë opsionet më të mira për vaktin e parë të ditës. Nëse nuk është shoqëruar me një ushqim tjetër që përmban yndyrna të shëndetshme, bananet do ju ngopin përkohësisht dhe më vonë do ju bëjnë të ndjeheni të përgjumur dhe më të lodhur. Bananet përmbajnë shumë sheqer dhe sheqeri konsumohet, sidomos edhe mund t'i nënshtrohet procesit të fermentimit njësoj si edhe ushqimet të tjera. Megjithatë, nëse pëlqeni të konsumoni banane në mëngjes, nuk keni përse të hiqni dorë. Mjafton që ta konsumoni me një ushqim që përmban yndyrna të shëndetshme si për shembull kosi, dhe asesi të mos e konsumoni me stomakun bosh.